në Allahun Azza wa Jall për çdo mirësi që ne u ka dhënë. Kjo ligjërat është pjesa e dytë e historisë së Ademit alayhis salam. Histori të cilën besoj çdo njeri për ju ndoshta e kanë dëgjuar shkurtimisht apo më gjatë, por këtu kemi detaje të cilat janë detaje që do të tregojmë një nga një. Kjo temë do të thonë e parashet 3 pjesë, e kemi ndarë para është krijimi i gruas parë, derisa ne kalojmë nuk e përmendëm në asnjë rast krijimin e Havës, do të thonë gruas së Ademit alayhis salam. E dyta është do ta përmendim pas krijimit të Havës është zbritja e Ademit prej xhennetit në tokë, se tregum se ka jetuar në xhennet Ademi alayhis salam, pastaj pas shijimit të pemës që e shijoi pasi që e joshi do të thonë shejtani, edhe e treta është do të thonë historia e Habilit edhe Kabilit, apo historia e Kabilit dhe Habilit. Do të thonë këto janë 3 pjesë të dimori. Pika e parë është krijimi i Havës. Allah Azza wa Jall mbasi krijoi Ademin alayhis salam e bani që të jeton në xhennet. Pejgamberi alayhis salam për këtë na dëshmon ku thotë se jetoi Ademi alayhis salam në xhennet i vetëm, edhe kjo e bani Ademin që të mërzitet, ama të mërzitet pak si tepër. Kështu që Allah Azza wa Jall ja krijoi atina gruajen e vet, do të thonë Havën. Edhe Allah ja krijoi Havën, çe krijoi? E krijoi duke qenë Ademi alayhis salam në gjumë i krijoi. Edhe e krijoi pi brinit të Ademit alayhis salam, pi brinit tonës të majt. Do të thonë se cili ka zemër, mund të prekat brinin, ku është brini më i shtrenjtë që e kena, do të thonë në pjesën e kraharorit. Në këtë moment e krijoi Havën, do të thonë gruan e Ademit alayhis salam, edhe në moment mbasi e krijoi Hava u çu, do të thonë Ademi alayhis salam mbasi që ishte në gjumë u çu prej gjumit, edhe pyeti kush je ti, i tha jam Hava. Thotë kush të boni ty, thotë boni Allahu Azza wa Jall, thotë pi brinit tan. E nata mo automatikisht Ademi avan çka je ti për mua, do të thonë ti shkam shërben ti mua. Automatikisht ja kthem pozicionin, unë jam prehje për ty. Kjo është e para që Hava, do të thonë gruaja e Ademit alayhis salam është krijuar sikur prehje për Ademin alayhis salam. Dhe çdo grua që ka krijuar Allah, e ka krijuar prehje për burrin e vet. E pse krijoi Ademin, do të thonë Havën, pse krijoi Havën, Allahu Azza wa Jall duke qenë gjum Ademi alayhis salam. Pse krijoi gjum? Që mos ndije dhimbje, se në momentin kur burri ndjen dhimbje, do të thonë e ndjen trupin e vet, dikan e merr inati. Për këtë arsye Allah Azza wa Jall e boni që ta krijojë në gjumë që mos ta marrë inati, do të thonë gruajën që ja ka krijuar pi brinit vet, e para. E dyta është që tregojmë se nëse burri ka dhimbje, automatikisht e ka dikan inati, a e kundërta është e gruaja. Gruaja nëse ka dhimbje, çfarë ka më shumë dashuri. Kështu i ka krijuar Allah Azza wa Jall. Burri ka dhimbje urrën, gruaja ka dhimbje do dikan më tepër. Do thonë nga fjalët e para të Havës ishin unë jam prehje për ty. E do t'ja bëj gjithë secili prej neve një pyetje, sa janë nënat e tona prehje për baballarët e tonë. Sa janë gratë e tona prehje për burrat. Sa janë motrat e tona prehje për dhëndorët e tonë. Do thonë, a e kena atë tabani sikur që ka pat Hava prehje për Ademin ai. Do thonë kjo është një pyetje që duhet t'i bëj gjinis femrore. A je prehje për burrin tënd? Do thonë, a është femra prehje qetësira ati për burrin apo jo? Pastaj pikë tjetër është e pse krijoi Allah Azza wa Jall prej brinit. Prej brinit, as nuk e ta krijoi pi diçka tjetër. Ademi e krijoi pi tokës, kishte më diçka tjetër. Allah Azza wa Jall ta krijoi Havën, jo, e krijoi pi pjesës trupit, do të thonë pi pjesës trupit të Ademit, që thoje gruaja është pjesë e jotja, nuk është diçka e jashtme. E kuptoni, do të thonë gruaja është pjesë pi trupit tan. Allah Azza wa Jall pi trupit njerit, prej trupit të Ademit e ka krijuar gruajën e parë, që shembulltyr që gruaja li pëlqen pjesë e pandashme e burrit çdo. E kuptoni, do të thonë kjo është pjesa e parë që dua ta tregoj. Pika e dytë është gruaja është e krijuar pi apet pi përsërit nga pi brinit. Po pse e ka krijuar Allah Azza wa Jall bash pi këtij brinit? Se ky brin e mbron zemrën. Do të thonë është ai brini ajo ç'më thon kocia, po? Do të thonë më e gjata që është më e shtrenjtë e mbron zemrën. Edhe gruaja është, do të thonë mbrojtje gjithmonë për burrin. E treta si pikë është gjatë krijimit të Ademit edhe të Havës, ato ishin të mbuluar me tesha në xhennet. Do të thonë nuk e ka krijuar çush është dikja teoria, njëri i parë çush është kanë, lagurit apo. Jo, gabim. Njëri i parë është kanë me tesha dhe Allah Azza wa Jall e ka krijuar me tesha Ademin edhe Havën në xhennet. E si ka mundësi, për shembull ajeti Kur'anor ku Allah Azza wa Jall thotë: "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin." Si ka mundësi që Ademi alayhis salam i pat miliona pemë, miliona ka patë. On shumë ka patë pemë, cilët ka mujt mi han, po shkoi e zgjidhi bash pemën, cilën shejtani e joshi. Pse? Hajde vetë në vetën, sa për shembull ushqime ne i kena halal, sa e diçka menja shkon të haram, ja. Sa i halal, shumë ki qindra mija ki halal, këtë parajtë se ki halal, ti shkon te, automatikisht shkon te harami. Kjo është një shembull se njeri sa herë e lipat pjesën e haramit. Do thonë, pi egos njerit, pi indit njerit, më nash që kur ti vjen harami të largohet. Do thonë, ngrej ego jote ka harami, ama ti me imanin e devotshmërinë ti li pa largu vetën tonë
prej asaj cilën kërkon shejtani për ta dhënë. Edhe mos u habi, edhe Allah azza wa jalla na ka dhënë neve, për shembull, e mendoj se ani ditë isha pse njerëzit standard, për shembull, shoqëria islame, po fulas për shkup, për shembull bojnë disa harame që edhe i bojnë kështu, a më shumë normale, kamata shumë normale, për shembull ose a me zinaja s'është diçka e madhe. I bojnë, pse i bën normale se tu ka bëu më shpesh, tu ka bëu rutinë. Nuk i ke moti e bën edhe tutësh, jo, mo tu ka bëu zakon, e ke bëu zakonin, duan gjitje pi cigare, që se le zakon, jo ç'është ai sen. E pjera sinele. A ç'është ali? Ç'është? Jo do standard, ama standard, e kije për ta bëu, për ta vazhduar vazhdimsi. Pikë tjetër është, cili ishte qëllimi? Cili ishte qëllimi? Do të thotë cili ishte qëllimi i shejtanit që të hajë pemën e ndaluar. Kush e di e ka një dhurat. Cili ishte qëllimi që shejtanit, qëllimi kryesor i shejtanit, cili ishte që Ademi edhe Hava ta hajnë pemën e caktuar. Kush e di e ka një dhurat, edhe një dhurat bëj këtu. Jo. Që nuk i bindi dhurat Zotit, është domethënë. A do një pyetje? Cili ishte qëllimi? Cili ishte qëllimi i shejtanit, qëllimi kryesor i shejtanit? Që ta haje pemën, veç pak nëse nini ma herët çka tregova e dini vërtetën. Me dëbu për xhenetit? Jo. Për me e shu haram. Jo. Qëllimi kryesor është mi desh cullat, mi bola kuriç. Çka tha? E ka kriju me tesh, apo? Allah i ka kriju njerëz të parë me tesh, apo? Qëllimi i parë i shejtanit, kjo është argument kuranor, ka argument kuranor, ajet kuranor, që do të thonë pjesën e parë, qëllimi kryesor e ka pasur që mi bola kuriç. E kish ka thot Allah azza wa jalla. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. A ç'është kjo? Do të thonë ç'është ato. Pastaj aty u ofru shejtani dhe u përshpëriti ty deve që tu zbulonte pjesët e turpshme që Allah azza wa jalla ja kishte mbulur. Do thonë qëllimi kryesor ishte që automatikisht i bëjë lakuriç. Pse? Se me lakuricin gjithçka pastaj nuk më shmarit. Do thonë kjo ishte qëllimi i parë i shejtanit se pse Allah i krijoi këto të vesh. Kur e po mbulesën aty me tha, unë këto me dojë mos kam i zhvesh prej xhenet, prej teshave që ti ka vesh Allah azza wa jalla në xhenet. Shejtani çdo herë mundohet m'ia undru emrave, do të thonë sende. Çka për mikrofon ai mund të më thonë diçka tjetër. Kjo është shumë interesante ç'kjo. A e keni ngu pse Ademi alayhis salam, a di çka thonë ne? Për shembull Ademi alayhis salam e hangër pemën. Pse hangër pemën? Që ta arrijë përjetësinë, apo nuk e hangër pemën, e shoj se nuk e ka hangër realisht, por vetë e ka shiu pemën. E ka shiu pse për të arrit përjetësinë, apo? Gabim, shejtani ja ka një thirrur, sa herë ka shejtani i thirrur, që këtë vesendave më undrejmët. Për shembull, e kam marrë një shembull, për shembull sot lakuricin, ç'e mot, ose për shembull ateizmin, ç'e liri e mendimit, ose immoraliteti, për shembull zinan, ç'e bashkëjetesë. Do thonë, automatikisht shejtani ta jep ti një bindje, ti më andru emrin. Për shembull, këtive dorës dy ç'i thonë, homoseksual, sa automatikisht i ndrojnë emra pse ti më tart më but. Edhe automatikisht shejtani e ka pat këtë, edhe ka dashur me josh, para mendon, ka dashur me josh Ademin edhe i ka thonë në një ajet kur Allah ku thot, "O Adem, ata tregoj ty pemën e përjetësisë." A me të vërtetë e ka pat qëllimin çaj ti zhvesh ato lakuriç. Se ka pat për përjetësi. Po e ka dashur me ndru emrin, që kjo ka qenë hapi i parë që ta çojë Ademin alayhis salam për me hëngat pemë. Edhe pika e 7 te pjesa e krijimit të Havës është kur e shiun pemën, para mendon se Kurani thot, nuk e kanë hënë pemën. Kur e ka shiu pemën, automatikisht, apo e shiu pemën, Allah i që janë kanë të mbulu, i ka zbulu. Do thonë, mu njeri ka zbulu, edhe shka ka bo Ademi dhe Hava, kanë garen mi mbulu pjesët e turpshme me gjethat e xhennetit. Do thonë, kjo ka qenë, mbane men, momentin që e shioni haramin, dijeni se automatikisht e ki hidhrimin Allahit me ty. Allah ju hidhru me Ademin, edhe automatikisht Allah azza wa jalla e zhvesh edhe Ademin dhe Havën. E kjo është qëllimi i shejtanit. E ta është zbritja Ademit nga xheneti, por kjo ka disa etapa e për t'i treguar më rëndë të tregojmë. E para është i pikë se Zoti i ka thënë Ademit alayhis salam xhennet, i ka thënë për 4 sene. O Adem, ti nuk do të kesh uri, do thonë ti s'ke me pat nevojë për ushqim, se je në xhennet. E dyta, ti s'do të kish nevojë për veshje, se ka qenë i vesht. E treta, i ka thënë ti s'ke pat nevojë për ejtje, edhe e katërta i ka thënë ti s'ke me pat nevojë për vop. Do thonë këto të katërtat i ka pat Ademi alayhis salam garantuar. Edhe shejtani e ka një Allah. Këre 4 apo? Te cila sulmoi shejtani? Te veshja, apo. Pse sulmoi te veshja? Se çeli vishni. Ja çati. Do thonë për me shfur një shoqëri, apo për me çit pi kolosekit i shoqëri, vesh. Do thonë e po kur zhveshësh pi morali ti kët haram ti bën. Automatikisht ti shejtani zhvesh në momentin që ti e kish ju pemën. E dyta është kur as liru Mekja, a dini se në Mekë, në kohën e pejgamberit alayhis salam,
kanë bo tavaf lakuriç. A e dini? Urdhrin e parë, mas ja çliru Mekja, urdhrin e parë që ka dhënë pejgamberi alayhis salam, mas i ka shkruar Mekën ka thonë, kështu ta lexoj arabisht. Ose automatikisht me tregoj shqip. Urdhrin e parë që ka dhënë pejgamberi alayhis salam ka thonë, askush mos të boje tavaf lakuriç. Mbaron më koha e lakuricis në Mekë. E shejtani e di që ka josh këto për lakuricin, që shumë interesant këto një fajde e gjeta për të libri Ibn Hishamit, thëke shejtani su ka thonë atyve modësht për me bo tavaf zhvesht. Këtë që ka gjithë, ju ka thonë, ato tesha që ju i keni, për shembull, apo tesha që i keni, me çdo tesha njëri mund të bëjë gjuna. Për shembull, çdo tesha ti mund të bëni gjuna. E shejtani për mi shtim për mu bë ato cullak, do të thonë për mi bë lakuriç, ju ka thonë, çysh mundi me bë tavaf me do tesha që i keni bë gjuna Allahit. E kuptoni? Edhe automatikisht ato i kanë hek teshat edhe kanë bë lakuriç, se shoqëria arabe ka qenë shoqëri e moralshme. Edhe para ardhës pejgamberit alayhis salam, do të thonë, e kanë dosh morali, si apo nasit a dal piudhë, jo, e ka diçka morale, e ka diçka është harami, kanë ditë do punë pak më herët. E ta shejtani e ka ditë se më thonë është mod, i ka thonë, ik tani, e kupton? Ku ka thonë me tesha, ju me çdo tesha bani gjuna, piçetive tesha ju patjetër çdo tesha e keni mi hek, edhe masena me fillu tavafi që mu kon të pastër. Do thonë, që kjo është ajo pjesa që shejtani ka sulmu vazhdimisht. E treta, pas gjuna që e bëri Ademi alayhis salam, e ndin njëre, po kur bën ndonjëherë gjuna, e ndin vetën tonë se li be bot tëuve. Ama Ademi se di që be bot tëuve. Njëri parë, s'ka një asnjëherë, e Allah azza wa jall ja mësoi një dua që sidomos 10 e fundit të Ramazanit e bojnë shpesh. Kështu thot, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Thot, o Allah, ne i kena bo zullum vetes tonë, po nëse ti nuk na mëshiron, edhe nuk na fal, ne kena më kon për të humburve. Edhe automatikisht Allah azza wa jall mas ja mësoi këtë lutje Ademit alayhis salam, Ademi alayhis salam e tha këtë lutje, edhe Allah azza wa jall ja fali atë gabimin që e boni Ademi alayhis salam. E këshirme, është një pikë interesante këto. Pse Ademi alayhis salam e boni veç një gjuna? Apo veç një gjuna? Veç e ka shiu pejmë. Veç një gjuna e ka du. Edhe Ademi non stop e ka kujtu çket. Edhe mas ja ka fali Allah, e ka kujtu pse e bona këtë gjunojnë, pse e bona këtë gjunojnë, pse e bona këtë gjunojnë. Këshire, është një fajde shumë interesante në këtë pikë. Ama shumë interesante. Nëse e marrë në një ker, edhe ke ri glanc, as një vi se ka kërkun. Edhe thonë, kërku nuk është i dëmtu. Edhe hime një udh, që ka gropa, që mund është me gritë kerin, edhe ja ban një vi. Atë dhimët keri, edhe non stop dhemë që ati zemra, aja kam bo një vi kerit, apo? Po merë një shembull tjetër, merë një ker rapçinje, edhe një ker dëmtum, kas mos i gritë, edhe shtine me në ju dhe ja ban edhe një vi. I ka 200 vi, apse ja ban 201, i cianin, apo? A di shka ki shembull? Shembulli i parë me një vi është Ademi alayhis salam. Në këtë rast Ademi ka pas veç një gjuna. A shembulli i dytë janë muslimanë ditën e sodit. Qindra gjunojnë, që e ban edhe një gjuna gajle se ka. Do thonë, mu shikon 100 gjunoj, ki 100. Pse bëhet edhe 101 se ki gajle. E kjo është për me të kallëzu ti. A e ki zemrën tënde kur ban gjuna, sikur gajlen e Ademit, sikur zemrën e Ademit, sikur shpirtin e Ademit, që me dosh me pastru vetën tënde, apo i je sikur ai tipi që kije me qindra mia gjuna dhe stani mo hiç. Tu ka bo rraf, që zot tavulla rasa tu ka bo zemra, ban sa 2 gjuna. E kjo është shembulli i Ademit alayhis salam se shumë gajlos për gjunojnë, cilin e ka boe në xhennet. Dallimi i gjunojt të Ademit alayhis salam edhe të Iblisit. Sot e kanë bën jetë midon diku e di, ama kush do ta fitojë e di e nuk e di. Cili është dallimi i gjunoj që e boni Ademi edhe gjunoj cilin e boni Iblisi? A ka dikush e? Mos pintje. Jo, dallimi. Dallimi vetëm është që ama këshire, pak me dallu cila Ademit, cila e Iblisit. Dallimi i parë është Ademi alayhis salam gjunojnë e boni me gjymtyr. Me murë, me atë pemën, edhe e shioje, po. A gjunoj Iblisit? Gjunoj Iblisit që nuk ju përkojnë. Ashtu, po me zemër. Me thonë, ka po të smir, ka po të gjelozi. Ka po të gjelozi, pëse, o Allah, këtë e kërjove për dhejvet mu për zjarit, nuk ka zjari me fuqë shumë se dhejve, ja e kuptoni. Me thonë, për këtë arsye, shejtani e kishte smirën, gjelozien. E për këtë rast, ne do t'i përmendim disa pika për çështën e smirës edhe gjelozies. E në këtë rast, tash zbrit Ademi alayhis salam tokë. Allah azza wa jall i tha Ademit alayhis salam, zbritnin tokë si armiq njëri tjetrit. Ku ka zbrit Ademi alayhis salam dhe ku ka zbrit Hava? Pasi kanë zbrit tokë. Ku kanë zbrit? Ademi dhe Hava. Ka transmetime dietare. Po? Ja. Hajde Hava ka zbrit. Në Arabi Saudike, në cilin vend?
Hava ka zbrit në Gjidde. Ademi a.s. i ndi. Në vëdhon, këshire, është nga të, se ka transmitime dhe pranë. Ama, automatikisht, mendimi më i fortë është që Ademi ka zbrit në ndi, a Hava ka zbrit në Gjidde. Edhe kur ka zbrit Ademi në ndi, edhe Hava në Gjidde, janë gajlos, ku a burjem, ku a grujem, kupton? Te lip njëri tjetrin. Lip, s'me gjinë, kjo të regon për interesimin që s'ka mujtë me një të vetë. Edhe në moment të e lip gjindën, ku e gjinë njëri tjetrin? Bra. Në më dhënë, Arafat, një pi kuptimeve të Arafatit, vendi ku, nëse nuk i e në haq kur t'shkësh, nëse i e në Arafat ki haq, si i e në Arafat s'ki haq. Mu në shpëkon t'i në Mekë, ama s'ki haq, nëse nuk shkel tokën Arafatit. E Allah Azza wa Jall i takoj në Arafat, e për këtë arsye mur Arafat i emrin Arafa, e ka njohur njëri tjetrin. E kupton? Se ka shumë kuptime Arafati. Arafati vjet që mund njoft për shembull i bardhi me Xivin, ai tjetri i lartë i Amerikës me Shqipërisë, mund njoft njerëzit edhe një pi kuptime është që ataku Ademi dhe Hava dhe për këtë arsye ka marr Arafati emrin Arafat. E shtata si pikë është pasi u taku, edhe u taku tash, edhe filloi jeta. Edhe ata ato lindi ideja me pas fëmijë. Allah Azza wa Jall çdo shtat zanit Havës e boni që ti ke se ka dy binjak. Një djalë dhe një vajzë. Edhe lindën, një djalë, një vajzë, edhe automatikisht filloi jeta. Edhe filloi jeta, edhe ato janë nisur të marrin punë ndryshme. Për shembull, pe tregoj shkurtimisht, janë nisur të marrin punë ndryshme, dikush me blektori, dikush me hyjvanat me sene, dhe janë nisur të marrin, aty me mësue me jetu bar me vazhdu jetën. Edhe automatikisht filloi me vazhdu. Edhe Ademi alayhis salam e kishte një gajle, o Allah, unë veçun do ta adhuroj ty ja, kupton? Edhe Allah Azza wa Jall e urdhëroi që ta ndërtoje falltorin e parë, xhamin e parë, Ademi alayhis salam. Xhamia e parë që është ndërtu, është çabja. Pi Ademit alayhis salam. Do thonë burimin e ka te Ademi alayhis salam. Mazeri ndërtimin e ka bu Ibrahimi. E kuptoni? E ka ngrit, ama burimin e ka me argument kuranor, ku thot Allah Azza wa Jall, faltoria e parë ndërtuar mbi tokë është ajo e cila është quajtur Bekke. Bekke do të thonë veni ku shkojnë edhe kajnë, e kupton çave sa ka njerëzit, edhe atje ka përshkruar Allah Azza wa Jall me fjalën Bekke. E para çabja. Dytën xhami çfarë e ka ndërtuar? Bravo. Sa është kos gjatja mes aksës, xhamis aksa edhe çabës? A vendi? Do thonë është 40 vjet. Kështu sa ofre. Do thonë xhamia aksa, Mesjidul Aksaja. Edhe çabja e bekume është ndërtuar pi Ademit alayhis salam. Edhe do thonë ajo dallimi në kohë që është bën mes çabës edhe ndërtimit Mesjidul Aksa është 40 vjet. Pejgamberi alayhis salam e ka vizituar edhe çabën, po ç'është është ajeti i Isra Mirajit e ka vizituar edhe Mesjidul Aksa. E tash është koha që Ademi alayhis salam i ka dhuruar Allahu Azza wa Jall nisën një flet. Një flet Ademi alayhis salam është tani Kur'an. E tash nisën një flet, do të thonë sa nisën një Kur'an. Ama atë ka qenë fillimi i jetës dhe u ka dhënë njerëz me mësu jetën. Edhe Ademi alayhis salam ka jetuar 940 vjet. 940 vjet ka jetuar, do të thonë Ademi alayhis salam, edhe pas 940 vjetëve në tokë Allah Azza wa Jall ja merr shpirtin, edhe para se me vdek Ademi alayhis salam, ja u thot djemve vet fëmijëve, ja u thot një fjali, thot o fëmijët e mi, mua më ka marr malli për frutat e xhenetit, edhe pastaj vdes Ademi alayhis salam, edhe xhenazën e Ademit alayhis salam, se nuk kanë ditë atë njëri i parë ka vdek, ja kanë lënë melek, pejgamberi alayhis salam e ka një hadith ku thot e lajm, do të thonë xhenazën e Ademit alayhis salam melek, e çefinosin, e vendosin varr, edhe e mbulojnë me dhë, edhe më pas ju than fëmijëve të Ademit alayhis salam, bijve të Ademit alayhis salam, kështu do të veproni me të vdekurit tuaj. E kuptoni? Kështu do të veproni me të vdekurit tuaj. Kjo është hadithi i saktë, që na transmeton Buharia. Do të thonë, kjo është hadith që i ka thënë, do të thonë, fëmijët e Ademit alayhis salam, se me lastë kanë marrë dhe e kanë varros. Edhe mas si diç Ademi alayhis salam, Hava u mërzit një vjet e rresht azi ka kojt për Ademi alayhis salam, edhe pi mërzis madhe edhe Hava vdes, edhe tutit kanë jetuar 940 vite. Tash është pjesa e tretë, që është historia e Habilit edhe e Kabilit. E kjo është historia më interesante që do ta tregojmë këtë gjë. Qëra Allah Azza wa Jall, Ademin e ka kriju pi dhevit, pa nona dhe pa baba, po. Havën e ka kriju pi brive të Ademit, që i bje e ka kriju me ba, pa non. Treta, Isa alayhis salam e ka kriju me non, pa baba. Neve, Allah Azza wa Jall, ka kriju edhe me non, edhe me baba. Pse që kjo laramani e madhe, mes krijimit Zotit, pse? Dhe kanë pa bab, ti kanë pa non, ti kanë edhe pa bab edhe pa non, pse? Allah Azza wa Jall mund të thonë se unë këti vaj. Te unë s'ka pa mëshme, Allah Azza wa Jall këti vaj. E për këtë arsye Allah Azza wa Jall e ka bëu këtë laramani. E dyta, siç e tregum rastin, Ademi alayhis salam edhe Hava
kanë pat, do të thani kanë pat çdo shtazani kanë pat ka dy binjak, apo. E kanë patën një djalë edhe një vajzë, që për marrë mu shumu njerëzimi. Edhe tash, bje puna mu martu. Ligji Ademit a.s. ka qenë, për shembull tash ka lind Kabili, ka qenë më i madh se Habili, edhe Kabili me motrën e vet, Habili me motrën e vet. Po ligji Ademit ka qenë, mos mu martue ato binjak ndërmes veti. Po Kabili me marr motrën e Habilit, Habili motrën e Kabilit. E kuptoni? A Kabili e ka pat motrën e vet binjaki shumë të heshme. Edhe ka dashur martu me atë. Edhe në këtë rast çka ban? I thot Ademit a.s. jo, smartona me motrën e Habilit. Po ndu martu me motrën teme, do të thonë këtë binjak. Edhe Ademi a.s. kategorikisht e këshillon thot jo, patjetër thot ti mu martu, thot ti thot me motrën e Habilit. Jo, bot edhe automatikisht vendos Ademi a.s. i thot tu deve edhe Kabili, edhe Habili kanë me marrë kani kurban. Kanë me marrë kani kurban edhe kanë me prejt. Cili t'ja pranon Allah i kurbanin, çaj ka martu me çat, do të thonë atë binjakën e Kabilit e cila është më e hershme. Edhe në këtë rast shkon Kabili, ka qenë që është marrë me hayvanat, shkon e merr një hayvan dopt. A ky tjetri Habili ka qenë, do të thonë djalë që ka qenë blektor, ka shkruar ka zgjedh kafshën më të mirë. Ama ka qenë i sinqert me Allah. E ka shkruar ka marrë edhe dalin, edhe në moment tash Allah azza wa jall do ta bjerë zjarrin, do ta shuje një nën kafshë me tregu se këti ju ka pranuar kurbanin. Edhe në moment Allah azza wa jall e shun kafshën e Habilit. Edhe pranon që Habili u martue me, do të thonë me atë binjakën, me atë bukuroshën, do të thonë që i bie motra e Kabilit. Edhe në këtë rast e kërcënon Kabili Habilin, edhe i thot unë ty kam e të vrarë. Do të thonë paralo vllavi që thot për martesë, paralo për një grujë thot kam e të vrarë. Çka këtë gruaja s'ka qenë këtu fitne? Ka qenë joshjet e grujës fitne. Fitnja e grujës ka qenë këtu fitne. Do të thonë gruaja di çat shumë të josh që valla busullon ta. Valla çon vllavi me vllavu vro. A e kuptoni? Do të thonë në këtë rast ka qenë gruaja, do të thonë si pjesë që me joshit e asaj, me bukurinë e asaj, e ka pru që Kabili me kërcënu vllavin e vet që unë ti ka me të vrarë. E tash vazhdon situata më poshtë. Ai që e provokoi vrasin nuk ishte femra që e përmenda pak më herët, por ishte joshja dhe provokimi i femrës. Për shembull, kam bërë një pyetje këtu në iPad, kam thonë sa vrasje ka ndodhur për një joshit një femrës. E di sa? Me mia, me qindra mia apo historinë e njerëzimit. Ose për shembull, sa familja janë shkatruar për çështjen e një joshës të femrës. Ose për shembull, ka provokuar një femër, ti kiron grosën e femrës edhe ti e ke shkatruar familjen tënde, ke shkuar ke marrë një tjetër e ke lënë familjen tënde. Sa me mia. Për këtë arsye Allah azza wa jall shumë ajete ka thonë që lip mund dal, pse ka thonë Allah gaddul basar, me ul shikimin, se shikimi jot automatikisht është shigjet e shejtanit të zemrën tënde, e helmume, edhe automatikisht ti kimë bëve shakën e bokë me ina. E kjo është një arsye e fortë që i thot Ibn Abasi, thot çdo grua kur del nga shtëpia, këtë ja u përcjellin motrave, nonave, grave, gjithkujt që e keni në shtëpi. Çka thot Ibn Abasi radhiyallahu anhu? Thot çdo grua kur del nga shtëpia, shejtani i thot, pran çdo burri që kalon, e love pamend me bukurinë tënde. E kur kthehet ajo në shtëpi, i thot nëse vishësh, ecësh, lyhesh, do thon, shminkohesh, para mendoj i thot shejtani, nëse ec, lihesh, shminkohesh, kemi tranu burrat e tjerë. Edhe mas një periudhe, thot jo ti nuk kemi tranu, po kemi duk më e bukur. Munot haramin që ajo që lije, që bëhet, do që ndryshon. Do realitetin e vet për i provoku burrat, del nga këpa motrat e tona, për shembull, shumica mos foli për ato që janë bulume, ato janë bulume, shminkohet, zbukurohet, çet parfem sa të muje, pse me tërheq. Ama kur i thot ti të bëj këtë për provokim, thot jo, jam të bosu, unë kam qef. A e ke po? Arsyetimi i fejnave. Jo, këtë punë jam të bosu, unë kam qef. Jo që du ta provokoj ti ka. A automatikisht shejtani ti të ka bind për mu lije, për mu veç sa ma bukur, për mu provoku tjerë. Hala disa motra tona se kanë kuptue esencën e mbulesës. Esenca e mbulesës është, abe krye këput me mbulu bukurit. E jo ti mi zbukuru bukurit e tua. Për këtë arsye, emanet çdo herë, kur ta shihni motrën tane, gryën tane, dikan, ama kujdesos shumë mirë kujdesos që të tregoj se haram e kiket. Edhe pse i mbulume, me dalë shminkume, haram e ki vallaj. Ama jo, mesin e grave e ki halal, pa gajle. Ndarësën kur shkon e ki halal, që shkon ndarësën islame. Ama me dalë në pazar, me dalë në qarshi, me dalë rrugës, me të pa burat e hujt shminkume, me të pa me parfem, vallaj, bilaj ka hadith e kërcnuse për këtë punë. E tash li me kap shumë seriozh kësaj mesele, që spaku ne mi eduku familjet tona, edhe një ka një inshallah edukojna gjithë secili prej neve familjet tona. Pe bajnë një krasim, për shembull mes Musaut edhe vllajt vet, Harunit, edhe mes dy vëllezërve, Habilit edhe Kabilit.
Musai, Allahit azza wa jalla i thoi o Allah, unë nuk e kam, nuk e kam vetën teme përveç veten edhe vllajin teme dhe na largo pi popullit zullumçar. Sa të mirë janë kanë Musa edhe Haruni, e ke po? Kanë shku te Firauni, e kanë pa dim njëri tjetër. A Abili ç'kan kanë? E kanë, Kabili e kanë vrarë vllajin e vet. Para më çfarë smire, çfarë xhelozie, çfarë hasedi, pse? Se Allah i se ka pranuar atij një kurban, që ta kise këtë gruaja ka vrarë. Vllavi, bane mend, vallahi, billahi, nuk ka ma qef, e nuk ka ma krenari edhe rahati, se me pat një vlla që ti e kje, apo tamam për Allah. Edhe kështu, të ndihmon rrugën e Allahit, ti ndihmon rrugën e Allahit, të ndihmon financiarisht, edhe ti apet ndihmon atë financiarisht, ja kthejnë të mire me njëri tjetrin. Ato që s'kan vllazni, kanë vllazni musliman. Ative që s'ka dhënë Allah i pinonu pi babos, për shembull, kena shok që nuk ka vëlla tjetër, edhe në këtë rast ai ka vëlla, për shembull, e ka cilin e ka që thot Allahu azza wa jall, innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët janë vëlla njëri tjetrit, edhe ti e ke vëlla që ndin të Allahit. Ama Allah asnjëherë mos na laft as noni pinë pa vllazni. Se me vllazni hecën punë përpara. E prandaj Musa e kërkoi Haruni se ishte maurator, ama ishte maurator pse shkoi te Firauni ta thirrën fe. Ta thirrën fe, për këtë arsye e kërkonte prej Allahit azza wa jall, që Allah azza wa jall t'ia bërë vllajën e vet. Pse se e ka pa fuqi vllajën e vet. E vllavi për vllavin është fuqi. Vllavi për vllavin është ndihmës. Vllavi për vllajin e çon rrugën ku ti mendon se ky rrugë nuk çelet asnjëherë. Ama pa vllajin, për shembull, Kabili masi e vret Habili, shka dëshpërohet, po e ka gabu. Domethënë e ka gabu, e ka kriju një bidatri, e ka kriju një vest keq, që çdo kush që ka me vrarë njëri, automatikisht gjunoi shkon edhe vllavit, domethënë Kabili deri në ditën e gjykimit. Pse se e ka kriju një zakon të ri, para atij s'ka pas vrasje. Vrasja e parë ka ndodhur mes Kabilit edhe Habilit, që e vret Kabili edhe Habilin, edhe automatikisht këtë vrasje fillojnë tek mas kësaj vrasje. Pika e 5 dashur besimtar është pasojat e smirës. Këshire, gjunoi i parë me krimin e njëri cili ishte me ndjematësi, apo. Gjunoi i dytë, nxitja që ja bari shejtani Havës edhe Ademit. Gjunoi i tretë, betimi i rreshëm. Gjunoi i katërt, joshja e grave. Gjunoi i pestë që këtë tokë ka pa është smira, hasedi, xhelozia. Domethënë, gjunoi i pestë në tokë është smira, hasedi, xhelozia. Shumë e rëndë. Çish ka thënë pejgamberi alayhis salam? Smira, hasedi, i djeg drun, ama shkrum i ban drun. Domethënë, hasedi, smira i ban shkrum se vabët, çashtu çikush sigur zjarri shkruin drun. Morë me. Ti valla, sa dush punë të mira, jo numre, po 1000 herë shko numre, jo në çave, 100 herë shko ban hax, ove punë të mira, mos e qit ballin pi sejus, nëse ki smir haset për vllajin tan, familjarin tan, ka me ti shkriqe to veprat e mira të cilat i ban. Për shkak lip me luftu me vetën tane, që ti mi pastruje hesapot që i ki me tjerë, edhe me kuptu realitetin se dikujt Zoti jep ma shumë, dikujt ma pak, dikush është hoxh, dikush është student, dikush është profesor, dikush është inxhinier, Allah jep kategoritë e caktuara. E kuptoni? Ti e zgjedh profesionin, Zoti ndihmon edhe vazhdon. Jo çdo kush është i krijuar mu kanë hoxh. Jo çdo kush është i krijuar mu kanë talebe. Jo çdo kush është i krijuar mu kanë inxhinier. Çdo kush e ka profesionin e vet. Çdo kush është realisht krenar në profesionin e vet. Tash smuni me thonë ju, pse hoxha ligjëron? Unë me thonë, pse unë jam ngusi? E kupton? Pse nuk jam dëgjuesi? Ti jam edhe ta ngoj një hoç, edhe të knashet të ngul ligjërat. E kupton? Çdo kush e ka pozicionin e vet, aty li bukon radin. Li bukon i kënaqur çdo herë me Allahin azza wa jall, me pozicionin tonë që ta ka dhënë Allahu azza wa jall. Unë po do më tregoni se a keni pa standard smira xhelozia është e xhenia femërore. Për shembull, në femër e ka xhelozi në shoqet vet, e ka në shoqet vet. E ka shumë xhelozi. Pse e ka xhelozi? Sa ajo me burrin e vet po shkon shumë mirë. E ka një jetë suksesshëm martesore. Ose për shembull, e ka një kolege në punë. Kjo çeboni, ajo çeboni, ka shumë xhelozi për shoqën e vet. Edhe me këtë, ajo nuk e le veten nuk ka rahat. Asnjëherë. Edhe njëjtat e burra. Ose dikush për shembull, është dikush me neshësni dhe dikujt ja do më shumë. Allah azza wa jall i ka dhënë më tepër rrez, i ka dhënë më tepër të mira, edhe automatikisht dikujt ja do më shumë jeta. Edhe kur ja do dikujt më tepër jeta, automatikisht ti të krijohet diçish një farë xhelozie. Pse me ki po mërim? Pse me ki po sport para? Edhe ti automatikisht e kultivon këtë, e kultivon, derisa të bëhet mos zakon edhe më, kur të bëhet zakon smira hasedi, më e mëse shumë zor e kimi largu. Ama shumë zor e kimi largu. E për këtë arsye, që përmend edhe hadithin, domethënë, çuçi djeg zjarri drut, çashtu hasedi, xhelozia i djeg punë të mira. Por sa ta ruajna vetëm pi hasedi xhelozis, s'është një sen që shumë zor shërohet, më me. Hasedi shumë zor mundesh me shëruar. Nuk është diçka që valla pendali, valla sunë ndal hasedi. Nëse fillon hasedi, vazhdimsi kimë pat hased. Për këtë arsye, kërkoni mbrojtje prej Allahut azza wa jall, që t'ju largon sa më shumë prej hasedit. Pika e 6 dashur besimtar, pi kapitulli 3 është kur Habili e kërcënoi vllavin e vet se do ta vreste, çish ka i thë Habili. E ç'ka vëlla?
Qëre, Habili është vëllar. I ka thonë, nëse e shtrin dorën për të më vra, o Kabil, unë nuk e shtrin dorën teme të vras ty. Se dikush i thotë, ti më vrana, dhe unë vraj. Sa në kajtë të në emin e të kajnë në jote, apo? Që përdorin të në shkup shpeshe. Ama kështë Habili i ka thonë, ti nëse qitë dorën me vra mune, valla se qes dorën. Pse s'o ne kam frikë zotin e botrave? Valla shumë situatë e randa. Dikush me të kërstu me vratu, sa po vret po të vras. Ama jo, Habili e ka bo tjetërën. Pse? Me rrujt atë unitetin e familjes. Ka dasht me zbut Kabili, po s'ka mujt. E ka vendos Kabili. Ka me të vradu ka kërë meselja. E pastaj vazhdon pika e 7, ku thot se dije se një gjuna fillon me disa etapa. Etapa e parë është se fillon me ide. Për shembull, ide që ta baj një gjuna. Nëse nuk e largon këtë ide me thonë Allahu billahi minash shaitanir rajim, vazhdon pjesa e dytë ku të bëhet epsh. E ke po? Epsh bëhet, pin ide të bëhet epsh. E treta të bëhet dëshira dhe pasion. Ata baj haramin. Ata baj këtë. Automatikisht ti çtohet. Pin ide, të bëhet e dyta epsh, e treta të bëhet dëshirë, pasion, e katërta të bëhet veprim. Edhe nëse nuk e nalt ideja, vazhdon pjesën e dytë e epshit, nëse nuk e nalt epshin, vazhdon bëhet dëshirë, nëse e nalt dëshirën, të bëhet veprim. E nëse nuk e nalt edhe veprimin, të bëhet zakon edhe më kjo është shumë e rëndë me largu. A ki pa dikush? Zina kur do e bo, e ka si ide me bo zina. Ama e dyta vazhdon epsh, dhe ka qef me bo zina. E treta, që e ka dëshirë, pasion. I mendon se çdo njëri imagjinon kryen vetë me bo zina më. E katërta, vazhdon e bën zinajin. Edhe nëse nuk nalet për zinajin, valla të bëhet zakon edhe shumë zore kanë do njerëz me largu zinajin. Për këtë arsye, para çdo gjunaj kur të vjen, ju lini me kërkuar mbrojtje prej Allahut edhe ndim prej Allahut që Allah i mu largu pi atij gjunaj. E si e vrau, se jemi ka fundi temës, si e vrau Kabili vllahun e vet. Çu e vrajti? Kurani s'kallzon. Kurani s'kallzon për këtë punë. Dini pse s'kallzon Kurani? Pse çu e ka vrau Kabili Habili? Dini pse s'kallzon? Se Kurani s'mirat me diçka pa vlerë. Kurani mirët e ka vrau, ama çysh e ka vrau nuk mirët. Kurani, Kurani ju tregon botës mediatike, për shembull sot e ki po, imtësisht dojnë me kallzu ç'e ka vrau. Ç'tu bëhet krimi, do me të kallzu me detaje se ç'e vrau. E ki po media. A jeni të shmitar apo? Thon media kallzon ti, e vroi ç'tu 15 pluma, 20 pluma. Jo e kishte bë masakër, Kurani s'mirët me këtë. A di pse? Se Kurani nuk tjetë shembull ç'sh mu bëti kriminal. Se dikush e ka krye krimin, edhe ti kur t'ja jepësh detaje, t'ja kallzosh formën e aksionit ç'është bë, edhe ai më e ka një shembull ç'më bën një aksion. Kurani s'jep si shembull. Për këtë arsye Kurani s'ka treguar se ç'a vrau, po pi disa rivajeteve tregohet se, domethënë, Kabili e ka vrau Habilin me një gur, derisa ka qenë në xhum. E ka marrë një gur edhe e ka vrau. E pika e 9 është pse kishte të bëj vrasja, për shembull Allahu Azza wa Jalla e përmend se joshja është e barabartë me vrasje, për shembull joshja dhe vrasja. Kështu është ato. Pse domethënë Allahu Azza wa Jalla e krahason joshën me vrasjen. Domethënë tregon se shumë joshje të grave, shumë fitnë të grave i kanë prunë njerëzit për mu vrau. Edhe për shembull lexova një dokumentar, e kisha një dokumentar edhe shkruaj këtë dokumentar thotë që në vitin 1975 25 milion aborte janë kanë për një vjet. A në vitin 1984 kanë qenë 50 milion aborte. Anë kallzoni sa aborte ka sot. Përhon, joshja e grave, provokimi i grave, buri mos s'ka pati më të fortë, s'ka pati më shpërit madhe, ka boqe me bozina, me shtatë zane e gruje, edhe automatikisht tash për me mbullu marezia, automatikisht e ka abortu. 50 milion vitin 1984. O sot, vallai, që shtregoj ke njani që mirët me statistikat të abortit, thë ke shkon deri 170 milion aborte me një vjet. 170 milion aborte me një vjet. Pse 170 milion njerëz bojnë haramllëk, e hidhrojnë Allahin, edhe automatikisht dojnë me mlu haramllëkin e vet tu e vu abortin. E lusna Allahin Azza wa Jalla që rinin ton ta udhëzojë ka Islami. Edhe pika e 10 është pika e fundit, si e varosi Kabili Habili. Allah Azza wa Jalla ja dërgoi një sor, pse nuk e çoi Allah për shembull dallëndishëm, pse çoi sor? Ja çoi një sor që ta rëmoje tokën për t'i treguar si me varos vllajën e vet. Allah Azza wa Jalla ja çoi sorën, se sora kjo ka fytyrë të rishtueshme. Allah i dashur më thon, o Kabil, ti bone gjuna, po. Bone gjuna, edhe me këtë rast ti që bone gjuna këtë rast, ti Allah Azza wa Jalla, po do me të kallëzu se ti para Allah ti je si kjo sora. Nuk e do kërkuj sorën. Nuk e do kërkuj sorën si kur shpes.
edhe automatikisht i tregoj se po ta bi sorën, të mëson sora, një shpend që ndoshta se vlerëson kërkush, Allah i ta çon sorën, të mëson ti sora, se çaçi do ti jeti, ama çaçi do ti e kur banjuna, sa nuk di mosh ka van. Edhe në atë moment vjen sora e she, edhe kthjellët kabini, edhe në këtë formë e merr edhe e varros vllajën e vet, edhe pika e fundit e 11 është, këshemre, që kjo është pika ndoshta më e rëndësishme, ta dini nise njët, ama ta dini ta keni rregull tart, nëse muni, shkruni që këtë rregull masi dilni notës, edhe mone për veti. Është hadithi pejgamberit alayhis salam. Kushdo që shpik, kushdo që çet diçka të rrej, ama të rrej çet për ka e keqja. Për shembull, del një haram tash edhe ti e ban një haram, ti je i pari që e ban çat haram. Ta dini se çdo kush mbas juve që e ban çat haram, kam ju vazhdu harami deri në ditën e gjykimit, edhe keni me pas pjesë të Allahut azza wa jall, çdo kush mbas juve që e ka vepruar çat haram. Ta dini. Hadithi pejgamberit alayhis salam. Luan, mundoju sa më lart qëndrosh harameve të reja që dalin, për shembull, çdo ditë shpikë dëni haram. Ama çdo ditë del dëni haram i ri, edhe ti nëse i pari që e ban çat haram, e krijon çat haram, ti shemur kabili që e ka gjunoj çdo kush që vret njeri, ka mu përgjigj kabilit për çdo njeri që vret. Për shembull tash ushtria izraelite sa i vret nga Gaza, me mija apo. 54.000 është numri i saktë momentalisht. Ditën e sotme lexova, 54.000 veta i ka vrarë për shembull Izraeli. Por çato 54.000 veta ka më dhënë llogari kabili para Allahut. A e kuptoni? Ka më dhënë kabili, pse se ti e ke mësuar që me vrarë njëri. Ti i pari. Ti ai haram bash i parë. Ti ai i cili e çiti haramin me ita. A nuk di kish dikush tjetër? Ti e bone, ti ki më kon përgjes. Për këtë arsye keni kujdes, ama keni kujdes që truni pi haramave, edhe një pikë kam harruar dersin e kaluar ja vallazoj. Që besoj është pikë interesant.